Shikues të nderuar të televizionit Syrivizion, ja ku takuam bashkë në emisionin Intervista. Në komunën e Gjakovës po ndryshon shumë çka. Pjesë e këtyre ndryshimeve është edhe sektori i administratës dhe personelit. Kemi zgjedhur këtë ambient të komunës së Gjakovës për të zhvilluar intervistën me drejtorin e administratës dhe personelit në komunën e Gjakovës, zotin Armend Vokshi. Zoti Vokshi, faleminderit që pranuat ftesën të jeni në emision me ne. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Qëllimisht në fillim të këtij emisioni e përmenda ndryshimet në komunën e Gjakovës, sepse sektori i administratës dhe personelit po digitalizohet. A mund të tregoni pak për shikuesit tanë çfarë është digitalizimi i sektorit të administratës? Është e kuptueshme që në kuadër të administratës komunale, nëse ofrohet një sistem i digitalizimit, rritet edhe efikasitetin e shërbimeve komunale, pavarësisht nga drejtoria e cila ofron atë shërbim. Njëkohësisht edhe rrit transparencën dhe llogaridhënien për gjitha punët që komuna i bën për qytetarët e komunës. Njëkohësisht, sistemi i digitalizimit të administratës është pjesa, mund të them, kryesore që duhet të jetë interne për një administrim të mirëfillt në kuadër ose një menaxhim të mirëfillt në kuadër të administratës komunale. Digitalizimi që neve, domethënë, jemi duke e bërë momentalisht, është ajo që është e domosdoshme për një administratë efikase dhe të mirëfillt, çka nënkupton se duhet filluar nga pjesa e sistemit elektronik të kryerjes së shërbimeve ndaj qytetarëve, nga kërkesa që qytetarët mund të dërgojnë pra komunës apo drejtorisë përkatëse, por edhe njëkohësisht ofrohet shërbimi sa më digital dhe sa më efikas për të rritur apo për të përshpejtuar në kohë. Kjo çka mundson për qytetarët e komunës është në rritjen e efikasitetit të shërbimit, në përshpejtimin e implementimit të dhënave, por njëkohësisht edhe në gjetjen e këtyre të dhënave nëse është një kërkesë që është në një periudhë 20 vjeçare më herët apo 30 vjeçare më herët. Kështu që digitalizimi i administratës në kuadër të 12 drejtorive që komuna e Gjakovës ka, luan një rol shumë të rëndësishëm në raport me shërbimet që i ofrojmë ndaj qytetarëve. Dhe sigurisht jeni më të shpejt në shërbime. Patjetër që po, kjo është edhe ajo që në kuadër të digitalizimit të administratës mundohemi që të arrijmë. Dhe deri më tani vetëm e kemi arritur këto muaj. Tash sfundmi është hapur edhe qendra informative. Shumë nga qytetarët tanë nuk e dinë se çfarë është kjo qendër. A mund të shpjegoni pak? Po, qendra informative është një prej punës që ndoshta neve më të mirë që neve kemi bërë në raport me ndërlidhjen e qytetarëve. Siç e dinë të gjithë, në qytetarët e komunës duhet ta kenë një pikë në të cilën secili kur dëshiron të kryejë një shërbim, duhet të marrë së pari një informacion dhe të kuptojë se në çfarë departamenti ose cili është ai departament që ofron këto shërbime. E them këtë për shkak se në çdo institucion ose në ndonjë sektor privat, nëse dëshiron që të kryejë një qytetar ta kryejë një punë ose një konsumator ta kryejë një punë, duhet ta ketë një pikë ku ndalet dhe pyet se ku kryhet kjo punë. Qendra informative e ofron këtë mundësi. Janë 4 zyrtarë të cilët në kuadër të projektit me TDI-n që kemi, ofrojnë ndërlidhje me qytetar edhe njëkohësisht edhe pjesën e transparencës apo llogaridhënies që qytetarët e komunës kërkojnë nga ana e komunës. Ajo çka qendra informative ofron më së shumti është çdo kërkesë për takim apo çdo informacion i një qytetari adresohet tek departamenti i përkatës në mënyrë elektronike, caktohet një takim me drejtorin ose me kryetarin e komunës dhe ofrohet mundësia që për kërkesën e caktuar të jetë afati shumë i shpejtë i përgjigjes. Gjithashtu, edhe 2 numrat të cilat ne i kemi krijuar, 0860.000 dhe 0860.001, janë 2 numrat që qytetarët e komunës, pavarësisht operatorit, qoftë Dvala ose mobil ose IPCO ose fix, mund të telefonojnë pa pagesë dhe të marrin informacione gjatë gjithë kohës, njëkohësisht të prezantojnë një ankesë ose një parregullsi ose një çështje që ka të bëjë me antikorrupsion. Kjo është qendra informative e cila të gjitha këto i mundson dhe neve kemi krijuar pothuajse në hyrje të komunës me qëllim që çdo qytetar të ndalet aty, të marrë informacionin e duhur dhe të adresohet drejt për drejti, ose mos qëlloj që të shkojë tek departamenti i përkatës dhe mos ta gjejë zyrtarin apo drejtorin aty. Parapakesh mund të marrë këtë informacionin nga ana e qendrës informative. Para pak ditësh ka filluar auditimi i ndërmarrjeve Çabrati, Ngrotoria dhe stacioni autobusëve. Kur priten rezultatet e auditimit edhe është formuar tashmë bordi i këtyre ndërmarrjeve të shkarkuar apo më parë?
Auditimi I këtyre ndërmarrjeve është përfunduar, raporti është dorëzuar pranë kompetentëve dhe publikimi I saj apo mënyra e procedimit të saj do të bëhet shumë shpejt e ditur nga ana e kryetares së komunës, por njëkohësisht edhe me të gjitha të gjeturat e auditorëve. Njëkohësisht sa I përket ndërmarrjeve se bordi është themeluar apo jo, ndoshta nuk jam kompetent ose nuk kam informacione të detajuar në lidhje me këtë, por kjo çka di është janë realizuar intervistat dhe në koordinim me komisionet të cilat kanë qenë përgjegjëse që mbajnë intervistat dhe të caktojnë se kush janë kandidatët që përfitojnë ose do të jenë pjesë e bordit, ato kanë përfunduar, kurse publikimi I këtyre intervistave apo I këtyre pjesëve qytetarëve që kanë qenë pjesë e panelit intervistues do bëhet besoj së shpejti. Dhe të ndalemi pak te moduli I certifikatave, çfarë është kjo? Pak për shikuesit tanë të njoftojmë. Po, jo çdo gjë shitet nga ana e qytetarëve të komunës. Ka dhe komuna brenda sistemin problemet e menaxhimit apo sistemit të menaxhimit të tyre. Çka gjatë kësaj periudhe, pas një analize që unë kam bërë, kam parë ose apo kam vërejtur që disa pjesë të menaxhimit të brendshëm janë ende në mënyrë burokratike apo nuk ruhen në sistem aplikativ ose në një databazë, me qëllim që kemi një pasqyrë mas një periudhe kohore dhe nëse dëshirojmë ta kërkojmë ta kemi në një databazë. Shumica e punëve administrative janë kryer në formë manuale, duke mbajtur shënime në një fletore ose në diçka të tillë, dhe kjo është një gjë që në vitet e sodit apo në shekullin 21 nuk duhet të jetë, të paktën për një administratë mirëfillt. Kjo është edhe një prej këtyre pjesëve të digitalizimit të sistemit të brendshëm të komunës, është pjesa edhe e modulit të certifikatave, çka ofron kjo është që kemi një pasqyrë reale të certifikatave apo të gjendjes së ekstrakteve ose certifikatave për sektorin e gjendjes civile, pastaj të mbajmë një evidencë të atyre certifikatave apo ekstrakteve të cilat dëmtohen gjatë punëve nga ana e zyrtarëve, të dimë se sa është numri atyre dëmtimeve dhe cila është arsyeja që dëmtohen këto certifikata ose ekstrakte, por njëkohësisht të kemi edhe një paralajmërim të gjendjes që kemi një kërkesë para kohës, para se të mbesim pa ekstrakte ose certifikata që t'i adresohen Ministrisë së Punëve të Brendshme, me qëllim që në mënyrë kontinuale ta përcjellim në vazhdimsi sigurimin e këtyre certifikatave që qytetarët e komunës të mos kenë ngjecje në kërkesat e tyre. Kjo do të mundsoj edhe në rritjen e efikasitetit dhe në rritjen e numrit të kërkesave të qytetarëve që mund t'i ofrojmë në aspektin e gjendjes civile, por njëkohësisht edhe në rritjen e të hyrave të komunës. E përmendet Ministrinë e Punëve të Brendshme, po më intereson shpesh herë komuna Gjakovës ka mbetur pa ekstrakte të certifikatave. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë ankuar se komuna Gjakovës nuk I ka bërë pagesat e faturave. Ku qëndron e vërteta? E vërteta është që jo vetëm komuna e Gjakovës ka pasur probleme të tilla, ka pasur pothuajse të gjitha komunat në nivel të Kosovës. Kjo ka ndodhur më së shumti në kohën kur ishte sezoni I verës, kur ishte numri shumë I madh I kërkesave për shkak të diasporës të cilët ishin prezent në komuna, dhe ky ka qenë problemi që ne jemi ballafaqur dhe pavarësisht kësaj jemi detyruar që të kërkojmë ndihmë apo mbështetje edhe nga komuna të tjera, përderisa nuk kemi pasur mbështetje nga Ministria e Punëve të Brendshme, sepse procedura që kanë ndodhur në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë qenë procedura qoftë të prokurimit ose të kompanisë e cila nuk ka pasur ose nuk ka fituar tenderin për prodhimin e tyre, apo të ngjecje të tilla administrative që kanë ndodhur nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Një gjë të tilla kemi biseduar edhe në kolegjiumin e administratës në kuadër të asociacionit të komunave, ku unë po dhe të tjerët e kanë shprehur si shqetësim që kjo është një problem I cili duhet të eliminohet dhe të mos ketë një jo efikasitet nga ana e komunës, pa qenë ngabimi apo faji I komunës, duke u adresuar gjithmonë tek Ministria e Punëve të Brendshme, e cila është obliguar që neve të na furnizojmë me certifikata varësisht nga kërkesa. Jo çdo kërkesë që neve e dërgojmë plotësohet me sasinë të cilën neve kërkojmë. Gjithmonë një sasia më e madhe. Një problem tjetër që kemi pasur gjatë kësaj periudhe ka qenë edhe shkresa që unë kam adresuar
Ministrisë Punëve të Brendshme për mos prezencën e saj në furnizim të mirëfillt. Dhe kjo ka rënë në sy edhe nga ana e mediave të tjera, mirë po ka qenë një konfirmim nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme që Komuna e Gjakovës nuk i ka shtyrë obligime. Një gjë e cila nuk qëndron për arsye se Komuna e Gjakovës çdo faturë që neve na vjen, neve e bëjmë pagesën. Periudhën kur ka ndodhur kjo, ka qenë periudha ku Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërtuar faturën në mënyrë të gabuar apo të llogaritur në mënyrë të gabuar pranë Komunës së Gjakovës dhe neve e kemi kuptuar që janë pothuajse 300 ekstrakte të cilat nuk janë faturuar dhe për nga ana e korrektësisë që neve të jemi korrekt me Ministrinë e Punëve të Brendshme, kemi kërkuar që na përmirësojnë faturën dhe të na dërgojnë faturën e përmirësuar me qëllim që të procedojnë pagesa. Mirë, por nëse Ministria e Punëve të Brendshme e shiqon kontinuitetin ton të pagesave, atjere edhe nëse vonohet pagesa për 5 ditë ose për 3 ditë, si në rastin kur është bërë gabim nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme, ajo nuk duhet ta përlongoj apo ta ndaloj punën ose të furnizimin për Komunën e Gjakovës, sepse në fund të fundit jemi ata përgjes tonë, por jemi na përgjes për qytetarët e komunës që duhet t'i japin furnizim të mirëfillt me çdo kërkesë që ata kanë. Shumë shpesh është kërkuar, sidomos nga subjektet opozitare, transmetimi drejt për drejt i seancave të Asamblesë Komunale në televizionin Syrivizion. Kur mund të bëhet kjo gjë, kur dihet se kjo varet vetëm nga Komuna e Gjakovës? Po, kjo është është pjesë e digitalizimit të administratës. Normal që çdo qytetar i komunës dëshiron të di se çka po flitet në mbledhjen e asamblesë, po jo të gjitha kanë mundësinë që të jenë pjesë e asamblesë për shkak të hapësirës që asambleja komunale ka. Nganjëherë ndodh që vinë edhe qëndrojnë edhe në këmbë qytetarë të komunës, sepse neve nuk kemi hapësirë se ku t'i vendosim apo ku qëndrojnë ata. Si veproj e kësaj në kuadër të digitalizimit të administratës, neve e kemi bërë planin dinamik, i kemi bërë të gjitha ato se çka duhet Komuna e Gjakovës të realizojë. Është diku rreth 5 deri në 6.000 euro që kushton komplet sistemi aplikativ i cili do ndërlidhet me një link në vetfaqen e komunës, mirë po njëkohësisht do jenë edhe kamera që do ndërlidhen me televizionin lokal i cili është në Komunën e Gjakovës, në rastin konkret televizionin të Syri, ku çdo qytetar i komunës, çdo mbledhje të asamblesë ose ndonjë aktivitet tjetër ka mundësi që ta shohë nëpërmjet televizionit në mënyrë direkte apo nëpërmjet linkut që të hap në vetfaqet e komunës. Kjo do realizohet menjëherë me fillimin e vitit tjetër. Arsyeja pse nuk është realizuar si vjet është për shkak të pamundësisë buxhetore, sepse neve në fillim të vitit kemi ndarë vetëm 24.000 euro për digitalizimin e administratës. Kjo ka qenë një kërkesë në mbledhjen e bordit për projekte më rëndësi, siç kanë qenë për para kësaj projekti i sistemit elektronik për i certifikatën që të aplikohet online, si dhe për sistemin e pritjes ose sisteme tjera të cilat sistemin e kamerave, të cilat kanë qenë të domosdoshme për komunën, kurse tani në raport edhe me indeksin e transparencës që ka dhënë një rekomandim KDI-ja para kësaj ditëve, duhet të ofrojmë qytetarëve të komunës qasjen të drejt për drejt në asamblenë komunale. Një gjë e tillë do bëhet, është të planifikuar që të fillojnë nga fillimi i vitit tjetër, ku asnjë qytetar nuk do ketë mundësi që të mos jetë prezencë në gjitha aktivitetet që ndërmerr komuna, qoftë brenda komunës, po edhe jashtë saj. Për shkak se mundësinë të cilën neve kemi menduar, është që këtë sistem ta involvojmë edhe në pallat të kulturës ose në sallat e sportit ose në gjë tillë ku në asistencën e televizionit lokal do ofrohet live edhe transmetimi. Tjetër është në kuadër të asamblesë komunale, përveç transmetimit direkt, është edhe digitalizimi i procesit të kuvendit të asamblesë, ku nuk do jenë më në sistem pjesa e proces verbaleve në formë të printuar, për shkak se dëshirojmë që t'i eliminojmë apo të ruajmë buxhetin në kuadër të shpenzimit të letrës që bëhet dhe të ruajtjes së ambientit që është një moto mbar botën, dhe secili zyrtar apo secili asamblesë do ketë laptopin e tij që çdo shënim do jetë në proces të saj dhe neve do sigurohemi nëpërmjet zyrës së kryesuesit që t'ju adresohen në email-a zyrtar të gjitha proces verbale dhe ata qoftë në shtëpi, qoftë edhe ditën e prezencës në asamble do kenë laptopin e tyre personal me cilin do mbajnë prezencë apo do
e mbajnë evidencën e çdo proces verbali që do mbahet në asamblenë komunale. Kjo është edhe pjesa e dytë e digitalizimit të asamblesë komunale, ku më nuk do kemi asnjë pengesë apo asnjë problem që qytetarët e komunës të mos kenë informacione adekuate në lidhje me mbarvajtjen e mbledhjes. Para pak ditësh komuna Gjakovës është shpallur si komuna më transparente në të gjithë Kosovën. Si ka ardhur deri te kjo? Ka ardhur nga puna dhe ka ardhur nga sistemi të cilin neve kemi aplikuar. Është shumë e rëndësishme që çdo punë e re s'pari të analizohet dhe pastaj të implementohet. Neve në fillim kemi analizuar të gjitha shërbimet komunale të cilat ofrohen dhe në çfarë mënyre ofrohen, mbi bazën e cilës rregullore ofrohet apo mbi bazën e cilës pjesë legjislative ofrohet. Kuadër të kësaj e kemi nxjerrur edhe ato mangësitë që komuna e Gjakovës për shërbimet komunale i posedon. Dhe kjo ka qenë një nga analizat të cilat neve kemi bërë 3 muajorëshin e parë, ku unë si drejtori i administratës ose edhe drejtorit tjera kanë kërkuar nga zyrtarët që të marrin komplet informacione. Kuadër të kësaj kemi marrë edhe evidencën se çfarë janë dokumentat të cilat janë prezantuar më herët për organizatat të cilat të bëjnë monitorimin e komunës dhe kemi parë që numri i tyre është shumë i vogël, pothuajse hiç, dhe e kemi kuptuar që është shumë e rëndësishme që çdo vendim i joni ose çdo punë që e ndërmerr qoftë kryetari i komunës, qoftë drejtori i drejtorisë, të ketë një prezencë para opinionit publik dhe të shiqohet se nëse është duke ecur mirë apo nuk është duke ecur mirë. Si rregull e kësaj, kemi parë që duhet kemi më shumë dëgjime publike, kemi parë që duhet kemi më shumë dëgjim të buxhetit komunal, qoftë në asamblenë komunale, po qoftë edhe në pikat tjera rurale të bashkësive ku neve kemi bërë prezantimin, dhe në fundit kemi parë që na duhet një qendër e ndërlidhjes që kemi mundsuar nëpërmjet një organizative qeveritare, të kemi qendrën e ndërlidhjes e cila do ndërlidh qytetarin me departamenti përkatës për t'ia japur informacionin e duhur. Kemi rritur, kemi nënshkruar marrëveshje qoftë me Lëvizjen Fajt, qoftë me Bjermin apo një organizatë tjetër e cila merret me monitorimin. Kemi japur mbi 55 kërkesa për dokumentacione apo për japje të informacionit të këtyre organizatave, plus kemi kërkuar nga ana e qendrës informative që për çdo kërkesë të qytetarit i cili e ka një pikpyetje të tij se si ka ardhur ky vendim ose si ka shkuar ky konkurs ose një gjë e tillë, të adresohet në departamentin përkatës që t'i japim informacione, plus kemi ofruar publikime qoftë në vetfaqe të komunës, qoftë në media, për gjithë raportin e punës. Kemi japur raportin 6 mujor, raportin 3 mujor, kemi shtypur buletinin informues për çdo qytetar që pavarësisht nëse është prezantuar në formë elektronike të kenë këtë buletin në shtëpitë e tyre dhe të mbajnë atë informacione se çka ka bërë komuna gjatë kësaj periudhe, dhe ndoshta janë gjitha këto mekanizma të cilat kanë quar tek ajo që Instituti Demokratik i Kosovës të nxjerrë indeksin e transparencës komunën e Gjakovës në nivel të 6 komunave më transparente. Kjo është një gjë shumë e mirë për ne, po është edhe një sfidë shumë e madhe që neve të vazhdojmë dhe të arrisim këtë përqindje mbi 77.6% sa është dalë komuna e Gjakovës, po normalisht që kjo nuk do të jetë e mundur nëse na nuk e bëjmë sistemin e digitalizimit të administratës. Për shembull, një nga rekomandimet ka qenë edhe asambleja komunale ose publikimi i buletineve, dhe kjo do ndodhë vetëm kur të bëjmë pjesën e digitalizimit dhe kur të ka qartësi çdo qytetar në formë elektronike të marrë informacionet. Të shpjegojmë edhe pak se çka është moduli i koordinimit në raport me lidhjen qytetar, drejtori dhe zyre kryetare së komunës. Është shumë e domosdoshme. Nëse e shohim në një sektor bankar ose në një sektor privat, ndoshta unë ose dikush tjetër vjen nga përvoja të ndryshme në sektorin privat ose në sektorin financiar, dhe gjithmonë është një modul i cili e ndërlidh një kërkesë qoftë prej departamentit përkatës, qoftë prej udhëheqësit ose qoftë prej qytetarit. Ky modul i cili është menduar dhe do realizohet dhe është në proces dhe besojmë që do përfundohet në fund të këtij viti, është moduli që është shumë i domosdoshëm për komunën e Gjakovës apo për administratën komunale. Pse një gjë e tillë? Sot kemi shumë qytetarë të cilët unë si drejtori i drejtorisë i pres në zyrën time dhe ndoshta nuk janë kërkesa të cilat mund t'i zgjidhë drejtoria e administratës, po është një kërkesë që mund ta zgjidhë një drejtori tjetër. Dhe qytetari të mos jetë ai i cili prolongohet apo mbetet të shku der pas dere, jam unë ai si drejtor i cili nëpërmjet këtij moduli të nxjerr
gjitha informacionet të cilat i marrin nga qytetarët dhe do ja adresoj te drejtoria përkatëse i cili mund ta kryejë këtë shërbim. Drejtori përkatës brenda një afatit ligjor, të cilin ne jemi duke rregulluar me sistemin e IFC-s, me programin e IFC-s, organizatës së huaj, ai do kthej përgjigjen nga ky qytetar dhe do kontaktoj këtë qytetar që ta presë në zyrë dhe ta diskutojnë lidhje me kërkesën e tij. Përveç kësaj, janë shumë takime të cilat neve si drejtori i mbajnë dhe qytetarët e komunës kërkojnë edhe me kryetarin e komunës të mbajnë për të njëjtin takim. Dhe para se të mbajë kryetari i komunës të takim, ai do ketë çësje që të shiqoj takimet të cilat secili drejtori ka mbajtur me qytetar dhe të shohë nëse drejtori përkatës ka mbajtur takimin me këtë qytetar i cili ka kërkuar takimin me kryetar. Dhe si rrjedhoi kësaj, paraprakisht kryetaria do të ketë informacione se cila është pjesa e takimit që qytetari kërkon dhe do të di se ky qytetar cili departament do ja kryej këtë shërbim ose këtë kërkesë që ka. Përveç kësaj, është edhe sistemi i koordinimit në mes të drejtorive me kabinetin e kryetarit, që shumë kërkesa apo shumë dokumenta të cilat e ndërlidhen me 2 ose 3 drejtori të shkojnë në formë me këtë aplikacion, të shkojnë në formë elektronike dhe të mos përlongohet puna me një dokument i cili nuk është shkuar nga kjo drejtori në një objekt tjetër komunal, sepse siç e di, objekti i komunës nuk i ofron ose nuk i ndërlidh në vete të gjitha drejtori, por janë të ndarë me drejtoria e arsimit e kulturës, është ndarë me drejtoria e urbanizmit, gjithashtu edhe drejtoria e kadastrës. Kështu që ky program është program intern për administratën komunale, por që do jetë shumë efikase në raport me kthimin e përgjigjes të qytetarëve dhe kohës së kthimit të kësaj përgjigje. Dhe kur pritet të aplikohet ky sistem? Këtë jemi duke punuar me departamentin e IT-s. Besojmë që deri në fund të vitit do finalizohet dhe nga fillimi i 2015-s do fillojmë me një aplikim të këtillë ku do besoj që do zhvërrehet efikasiteti kur me këtë program do bëhet efikasiteti kur një qytetar kërkon një takim me kryetarin e komunës ose me drejtorin e drejtorisë ose kërkon një kërkesë për të kryer një qytetar të komunës, pavarësisht nëse ajo do miratohet, nuk do miratohet apo do mbetet në proces, sepse jo të gjitha kërkesat komuna mund t'i kryejmë njëherë, po janë gjëra të cilat futen në databazë dhe janë parasysh në periudha të caktuara kohore. Dhe të gjitha këto që ju po i quani rezultate sigurisht nuk kanë arritur pa mbështetjen e dikujt. Nga kush jeni mbështetur më shumë te? Unë potencova dhe më herët që me komplet pjesën e ndarjes së buxhetit që kemi bërë për digitalizim të administratës nuk mund të kryejmë të gjitha këto. Gjithsesi kemi mbështetje të kompanive private, të cilat kanë ardhur dhe kanë ofruar mbështetje të qoftë është kompani Gjakovës, qoftë një kompani jashtë Gjakovës. Përveç kësaj kemi mbështetjen e Ministrisë së Administratës Publike, Ministrisë së Administratës së Pushtetit Lokal, të cilët na kanë mundësuar me disa pajisje të tyre të krijojmë një pjesë të digitalizimit. Për shembull, Ministria e Administratës Publike na ka ndihmuar që ta kemi pajisjen SMBP, e cila është pajisje që çdo zyrtar komunal nëpërmjet karteles hyrjen dhe daljen e menaxhon, qoftë edhe pushimin vjetor, por qoftë edhe daljet zyrtare ose jashtë zyrtare. Pastaj na ka ndihmuar edhe të kemi wireless në komplet objektin komunal për RKS guest, për të ftuar për qytetarët të cilët kanë qasje në internet për një shërbim ose një dokument që i nevojitet më një herë t'ia japi zyrtares, por gjithashtu edhe për zyrtarët komunal. Pastaj kemi mbështetjen e organizatave të huaja, kemi mbështetjen e UNDP-s, kemi mbështetjen e IFC-s, kemi mbështetjen e Elvetas, Demosit, projektin të Demosit, i cili fokus e ka rritjen e shërbimeve komunale. Pastaj në projektin e IFC-s jemi duke bërë implementimin e rregulloreve të reja komunale, sepse rregulloret tanime që janë ekzistuese, janë rregulloret e vitit 2003, 2007 dhe 2010. Rregulloria e taksave dhe tarifave është rregullore shumë e vjetër në raport me gjendjen ekonomike që qytetarët e komunës Gjakovës e kanë. Kështu që nëse bëhet ndërlidhja ose shiqohet se çysh është raporti i shërbimeve që kryejnë qytetarët e komunës dhe sa paguajnë për këto shërbime, janë shërbime shumë të shtrenjta në raport me gjendjen ekonomike që sot është
dhe sa ka qenë në vitin 2003 ose në vitin 2007. Kjo është një program i IFC-s, e cila është duke fazën e parë kemi kryer, është komplet identifikimi i shërbimeve komunale, ka ardhur propozimi nga ekspertë ligjor të jashtëm, të cilët kanë sjellur implementimin e rregulloreve të reja dhe tani është mbetur vetëm faza e përfundimit të kontaktit me secilën drejtori me ekspertë ligjor ose me zyrën ligjore të brendshme dhe të koordinohet pjesa e rregullorës së taksës dhe tarifës apo rregulloreve të tjera dhe nëpërmjet kryesuesit të nxjerrën në asamblee komunale. Përveç kësaj kemi edhe bashkëpunimin me UNDP, gjë që na ka ndihmuar dhe ku UNDP-a bashkëpunon me organizatën Open Data Kosovo, ku na ka mundësuar që të bëjmë virtualizimin e prokurimit apo dosjes së prokurimit nga viti 2011 e më tutje, ku tani në fillim të 2015 e nxjerrim edhe raportin për vitin 2014, çka ne kupton se na ndihmon në aspektin e prezantimit të secilit kompani, të secilit të ndarë qoftë në shërbime, qoftë në kapital investir, që qytetarët e komunës mund të marrin informacion dhe të shohin se ku është shpenzuar buxheti i komunës dhe në çfarë forme është shpenzuar, cilin pjesë ka investuar më shumë komuna. Përveç kësaj, javën e tjetër e kemi takimin final prap me Open Data Kosovo në kuadër të UNDP-s, me bashkëpunimin edhe të UNDP-s, të cilin do bëjmë Business Registration Project, që është regjistrimi i bizneseve të Gjakovës, po jo në formën siç e kemi bërë për çështje interne implementimin e digitalizimit të biznesit ku do marrin ose do futen të dhënat e bizneseve, po kjo është më shumë që të promovohet komuna e Gjakovës dhe të nxitet investimi. Në çfarë forme? Çdo biznes të cilin neve do bëjmë pilot projekt pjesën e çarshisë së vjetër, ose rrugën Ismail Qemali, po jemi duke shiquar mundësinë edhe të rrugës Nën Tereza, prandaj është edhe takimi final javën tjetër. Në kuadër të kësaj, neve do marrim informacione cilat janë bizneset, çfarë janë këto biznese, çfarë ofrojnë këto biznese dhe një informacion të detajuar ku do inkorporojmë në një vetfaqe të Open Data Kosovo dhe pastaj do kemi qasjen e një qytetari ose një investitor i cili dëshiron që shoh në komunën Gjakovës a ka konkurrencë për të investuar në biznesin që ai dëshiron ose çka duhet me pas komuna e Gjakovës. Në kuadër të kësaj projekti e ka qasjen që të shoh cilat janë bizneset të cilat operojnë në Gjakovë, cilat janë bizneset të huaja apo të një vendeve të tjera të cilat operojnë në Gjakovë, çfarë veprimtari kanë dhe lokacionet bashkë me produktet që ofrojnë. Të gjitha do jenë të involvuara, që një investitor i cili dëshiron të vinë në komunën Gjakovës, praktikisht të ka një informacion se ka konkurrent në treg. Përveç kësaj, e kemi edhe atë që jemi të mendu mirit promovimin e Gjakovës, Visit Gjakova, të cilën do inkorporojmë në këtë projekt me UNDP dhe Open Data Kosovo, ku është si rasti i Visit Dublin, ku potencohen ose prezentohen trashëgimitë kulturore që komuna e Gjakovës ka, ku vendosen, cilat ndërlidhen njëra me tjetrën, cilat janë kafet që mund shkoni të pini kafe të mirë ose të hani një drekë të mirë, dhe këto do jenë mundësia që do ju ofrohet një të huaj i cili dëshiron dhe të vijë të vizitoj komunën e Gjakovës. Dhe mund të na prezantosh në pika të shkurtra ato se çfarë ka dalë nga auditimi gjeneral? Nga auditimi gjeneral kanë dalë disa vërejtje të cilat kanë qenë gjatë periudhës 2012-2013. Neve kemi kriju, është fjala pra auditimin gjeneral të përgjithshëm, domethënë në vetë të Kosovës, apo auditorin e pavarur i cili ka bërë auditimin? Auditorin e pavarur në Gjakovë. Nga auditori i pavarur në komunën Gjakovës ka dalë pjesa auditimit njëjtë sikur edhe te auditori i përgjithshëm në nivel të Kosovës, keq menaxhimi financiar, keq menaxhimi i automjeteve, shpenzimet enorme të subvencionimeve, ose jo mënyra mirëfillt e dhënies së subvencionimeve, ka dalë pjesa e çështjes së pronës, çështjes së dyqaneve apo pronës komunale të dhënë qoftë dyqan, qoftë pronë qytetarëve ose aty në të cilët janë përfitues, pastaj banesave sociale që komuna e Gjakovës ka,
janë këto raporte të cilat pjesa e logjistikës apo keq menaxhimi i logjistikës në kuadër të zyrtarëve komunale apo punësimit të tyre ka ndalë 4-5 punësime të cilat nuk janë bërë në mënyrë të mirëfillt. Pastaj ka dalë pjesa e prokurimi që procedurat e prokurimit nuk kanë shku në nivelin e duhur apo sipas ligjit të prokurimit publik. Mirë po, këto janë të gjitha që tani më janë të njohura apo neve i kemi parë dhe i kemi treguar qoftë nëse ka ardhur një organizator huaj, qoftë nëse ka ardhur një televizion ose dikush nga media. Mirë po, ajo çka neve kemi bërë është që kemi krijuar komisionin i cili ka qenë edhe rekomandimi auditorit, kemi krijuar komisionin të shiqojmë se ku janë përlëngimet, ku janë gabimet dhe çysh neve duhet të ndryshojmë. Kështu që kemi marrë masa në shumicën prej tyre, po në disa nuk kemi mundur që t'i finalizojmë apo t'i vendosim në proces të përfundimit deri në fund të 2014, sepse nevojitën që të mirën informacione, kështu që këto rekomandime do jenë të zbatueshme edhe gjatë vitit 2015, me qëllim që të eliminojmë pjesën e rekomandimeve të cilat kanë ofruar nga auditorët. Dhe zoti Vokshi, a keni një apel për qytetarët e komunës së Gjakovës nëse ata kanë në çdo rast të tyre ankesa, kërkesa apo vërejtje për komunën e Gjakovës, ku mund të drejtohen? Neve deri më tani unë e them me një bindje të plotë që kemi ofruar mundësi jo vetëm të vinë edhe të takojnë drejtorin e drejtorisë në zyre, pavarësisht nëse kanë lënë takim apo nuk kanë lënë takim, po ata të kenë mundësi që të thrasin në telefon pa pagesë dhe të nxjerrin të paraqesin një ankesë në qendrën informative, mund të adresohen në mënyrë elektronike me email të secili drejtori i drejtorisë ose secili departament ku mund t'i gjejnë ato në vetfaqet e komunës. Kemi vendosur kutinë e vlerësimeve në hyrje të komunës ku mund t'japin opinionin e tyre dhe apeli im është që t'i shfrytëzojnë këto mekanizma të cilat neve ju kemi ofruar, sepse vetëm nëpërmjet atyre mund të vinë deri tek informacioni i kërkuar apo kërkesa e kërkuar, ose mund vinë deri tek ato që një zyrtar i cili e keqpërdor detyrën e tij ose e keqpërdor punën e tij, nëpërmjet këtyre mekanizmave neve mund të marrim masa, siç edhe tani kemi marrë masa për disa zyrtar. Apeli im është edhe një tjetër që ende nuk është kuptuar ideja e digitalizimit të administratës. Është e re për gjithë qytetarët ose për një pjesë të qytetarëve të komunës së Gjakovës dhe kjo është shumë e kuptueshme. Nuk është që komuna e Gjakovës është duke bërë diçka të re. Kjo është pothuajse në të gjitha vendet evropiane apo në të gjitha komunat apo bashkësitë që janë në vendet të Evropës, është ky sistemi i aplikimit të online ose është ky sistemi i digitalizimit. Dhe ajo që unë dua të apeloj është që sistemin elektronik të aplikimit online, qoftë për një certifikat, qoftë për një dokument tjetër, mund ta bëjnë edhe në shtëpinë e tyre nëpërmjet çarses online dhe mund të regjistrohen vetëm një herë dhe pas regjistrimit të tyre me username dhe me passwordin që ata do vendosin, ata mund të bëjnë kërkesa që të vinë pranë qendrës informative dhe brenda një gjestore të marrin certifikatin e komunës, por pse jo edhe të bëjnë kërkesë dhe nëpërmjet postës të shkojë certifikata në derën e shtëpisë. Kjo përveç se do i ndihmoj qytetarët vetë komunës, do e eliminoj apo do e paksoj edhe gushpen apo pjesën që bëhet në ofiçari me kërkesa të shumta që kanë qytetarët e komunës. Së shpejti është faza e tretë që do të dali prokurimi ose procedurat e prokurimit, është për sistemin e pritjes në kuadër të ofiçarisë, që është hera e dytë që është anuluar për shkak të papërgjegjësisë ose mos ofertimit të 3 kompanive përgjegjëse, por tani pjesa e tretë besojmë që nuk do jetë ky gabim përsëri dhe atëherë është sistemi i pritjes i cili do i mundsoj përveç se të marrë numrin për shërbimin e kërkuar, do e kenë një analizë të shohin se për sa minuta do prat një qytetar i komunës që të nxjerrë këtë vërtetim në momentin kur nxjerr numrin, sepse në sezonin e verës mundohet që për shkak të fluksit të madh të ketë një gjysmëore ose 40 minuta kohë që duhet të presi dhe ky qytetar mund dali jashtë të kryejë një shërbim tjetër ose një punë tjetër dhe të kthehet prapë po me të njëjtin numër të merr shërbimin pas 30 minutave ose 40 minutave. Zoti Vokshi, në emër të shikuesve të televizionit Syrivizion, unë ju falenderoj për punën dhe ju dëshirojmë shumë suksese dhe transparencë maksimale. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda me drejtorin e administratës dhe personelit në komunën e Gjakovës. Miru pafshim në emisionet e radhës.
Faleminderit.